një njeri ka që bënë. Unë do të vazhdoj, këtë pjesë tjetër që më ka me tjetës, kam fyt për fyt me shku me qëta katër. Edhe me këtë tjetë, kush do që ti? Jam i motivum, kam fuqi, mendore, trupore, fyt për fyt, dhëm për dhëm, e sy për sy. O do të ambrem këtë kom, o do të shuhen. Përshëndes gjithve, ju dëshërë mirë sa ardhin, ju falemnderoj që keni gjetë kohë. Unë nuk jam as qaq i mirë, as qaq i men që më shu njerëzit të marrë dhe me mngu. Po diçka di dhe atë pak që e di, se jo shumë, duhe me da me njerëz, sidomos me njerëzit të opojës, se unë jam i opojës. Mo jetam ka përflua në këne deri në Zagreb, deri jashtë vendit e këto, po gjithmonë e kam di vetin, edhe sa herë më kanë pysë, këmë thoni Prizrenit për i opojës. Edhe pse në Prizren jetëm ja 50 vjetë. Unë kam linë Buzes, ka tundin matë vogël, Medan, që ka tërë ka pasja 20 shpi, e sot i ka një 60. Aty i kom qelë sëtë, që aty i kom pa botën për e parë. Edhe shkollën fillore e kom kryen këtu, këtë shatë, në Bresan. Ajo shkolla që ka qenë moti e ngusht e gjatë. I ka pas 4 klasë me sa, ose nuk e di, e ngusht e gjatë, është prish. Mësuesi jemi parë ka qenë Hyrmet Bojagjiu, i Plavës. I majnë mend ftyrat asaj kohë, i majnë mend ftyrat e pleshve të aty në kohëve, po tash trit nuk i njoh. Janë ba dhe të unja 73 vjetë, edhe kanë kalu si 73 ditë, ka herë ndokët, ka herë si 730 në varet, kër i kujtet mirat, ndokët e shkurt, kër i kujtet të këshijat, ndokët e gjatë. Unë kam bërë një përvoj me Sanxhakun, ju keni kohët e fundit ka shumë YouTube edhe ka edhe video për Sanxhakun. Po në vitet 90, 91, 92, kur në Kosovë shumë pak është ditë për Sanxhakun. Unë e kam ditë që ajo ka qenë trejf shqiptare, është edhe do tjetë, njerëzit janë ndryshua atje për shkak të dhunës, për ndjekjes, janë bo nga Shqip foljes, që kanë qenë fillimisht, janë bo bosnjakisht foljes. Edhe janë bo dhe 2 gjuhës, disa i kanë ditë 2 gjuhët edhe Shqipën edhe bosnjakishtën. Atje ka filluar rilindja kombëtare në Pazarin e Ri, kemi një Amina Nuraj, të cilën e njoh personalisht dhe kam ndihmua. Ka hap një klasë, një shkollë të vogël me mësu Shqip, po sidomos në Rozhaj, ka tash janë 100 persona të moshave ndryshme, që e din që janë shqiptarë dhe janë të mësu Shqip për një arsimtarit vetëm me një salë, si na sot këtu. Këtu është në këtë hartë, kjo që e shini këtu, është Dardania antike, dhe më thënë kjo Kosova e Sodit, Pazari i Ri, Sanxhaku i Pazarit të Ri, edhe Sanxhaku i Nishit që është pastrue, kanë qenë këtu. Këtu në këtë pjesë është pjesa e shqiptarëve në Maqedoni perëndimore, këtu mes i bjen Kosova e sotme. Është shuj Dardania antike, dikund 400 vjetë para erës sonë, ka egzistu dherë ka shekulli 5 i erës sonë, dhe më thënë 900 vjetë, është shujt një vend Dardani nga fisi i lirë i Dardanëve. Po ka pas edhe fisi tjera, po sidomos Dardanët ka qenë fisi kryesor. Pjesë e kësaj Dardanisë antike ka qenë dikund të që kjo qoshja, edhe Sanxhaku i Pazarit të Ri. Këtu mund të shohim pak ma mirë, vilajeti i Kosovës, kjo pjesë këtu, edhe jeni pazar turqisht, Pazari i Ri, dhe më thënë Sanxhaku i Pazarit të Ri. Ka qenë pjesë e Kosovës, se kanë qenë shqiptarë. Këtu janë edhe vilajetet tjetër, vilajeti i Shkodrës, që tu është dikund vilajeti i Manastirit, edhe vilajeti i Selanikut ka pas deri diku, ndoshta 50% shqiptar, 50% greke Macedon,
Po, këtë qëllim me të rëgu që Sanxhaku për cilin po folim sot, hënë do nuk konë shqiptarë. Që është kohët antike, që është 400 vjetë para erës së re, edhe 500 vjetë mas erës së re, u prish struktura aty, ka shekulli i 6, kur kanë fillu slavët më ardhë, pise slave, disa pise tjera që në qujtë avare, hune, edhe gotë, e Gjermani në konë era gotë. Janë fut në Dardani, edhe ata një pjesë kanik mësne, pise barbare në konë, shkatruse. Bile kanë qenë edhe vandalet, edhe na sot e përdorim vandalizëm me thyje, me shkatruhe. Edhe vandalet kanë qenë një fisë që kanë ardhë, kanë bot dome në Iliri edhe në Dardani. Kanë qenë 2 shtete, dhe më thonë, shqiptare. Dardania antike ka qenë një formacion shtetëror, deri ka në fundi i erës sonë, deri dikund është ka viti 1, dhe më thonë, sa ka filluar, është okupuar nga, është pushtuar nga perandoria romake. Dardania tani atëherë gjatë ditës edhe këtë njerëzit kanë folë shqip në shtëpi, po gjuha zyrtare ka qenë latinishtja. Edhe në Iliri këne, edhe në Dardani. Deri në vitin 1878, Sanxhaku në Pazarit të Ri, Turqia ja kishte pas bashkue Sanxhakut e Bosnjës. Prandaj qysh atëherë, gjatë aty në kohëve, ka filluar kjo bosnjakishtja me deportuar. Pe vitit 1520, deri në vitin 1876, ka qenë Sanxhaku i sotit, dhe se mu ka pjesë me Kosovën, se ka folë Shqip, perandoria romake e kanë gjitë me Sanxhakun e Bosnjës. Unë po thamë, do shta prej asaj kohë ka fillu bosnjakishtja mu folë aty. Edhe tani ka vitin 1878, perandoria romake ka marrë vendim që Sanxhaku në Pazarit të Ri mja bashkue vilajetit Kosovës. Atë Sanxhakun tjetër të Nishit, veç e kanë pastrue me 1877 edhe me 1878. Tu e kemi një historian, lirisht mundet me më korrigju. Edhe kështu ka qenë e kalumja largët. E kalumja ma afër duhet merret pi lidhjes shqiptare të Prizrenit prej Kongresit të Berlinit 1878. Atëherë ka ndodhur diçka e mirë sepse Turqia e ka bashku Pazarin e Ri, Sanxhakun e Pazarit të Ri Kosovës. Edhe këtë vilajeti i Kosovës ka qenë në administrimin e perandorisë osmane, përveç vilajetit Nishit. Vilajetin e Nishit ja ka falë Kongresi i Berlinit Serbis, e Serbia ka pastruhe 1877, 1878, po dhe ma vonë ka zgjatë ajo, po pjesa madhe e vrasjeve, e presjeve, e largimeve, ka ndodhë 1877, 1878, një pjesë kanë metë në Kosovë, e kanë bjemën në Muhaxhiri, pjesa madhe ka shkue në Turqi. Kjo është në bia trasha me folë diçka, jo në detale. Pse ka pështu Sanxhaku i Pazarit të Ri? Unë mendoj që ka pështu se ata kanë qenë në atë kohë, po thamë, kanë qenë njerë me Bosnjën, e kanë se duket ka deportu bosnjakishti, ata ka qenë dy gjusore, edhe bosnjakisht folës, edhe shqip folës. Edhe se duket kanë thonë, hajtë këta masi po folin, edhe bosnjakisht, një gjusë slave, dikur i asimilojme, i bëjmë, i këthejmë. Edhe që ashtu dyqysh kanë shpetuar, tash është një ashtu. Është interesant, kretë historia e këtyne, Sanxhakut, është e lidhur shumë me historinë e Kosovës. Këto është një hartë skematike në vitin 1912, sa ka qenë perandoria osmane, Sanxhaku edhe Kosova e sotme edhe Macedonia perëndimore janë kënë gjitha këto bashkë vilajeti Kosovës në Turqinë edhe Sanxhaku, deri në 12-ën. Kur ka nik Turqit në 12-ën, tetori i 12-ës, lufta parë balkanike, ata ka nik të tje, serbët kanë hitë kënej. E kanë okupu Kosovën me hekur e me zjarë, edhe Sanxhakun e kanë këthyje, edhe në fond, për ma keq akoma,
ajo konferenca e 1913 që ka qenë e Londrës, pikërisht to vise, domethënë Kosovën e sotme, Maqedoninë perëndimore, edhe Sanxhakun, ja kanë aneksue, ja kanë bashkue Serbisë, edhe për atë herët deri 1999 ajo ka mbet kemi qenë në Serbi. Edhe po Sanxhaku ka mbet edhe sot. Këtu janë disa figura të atyre kohëve që kanë bashkëpunu. Këtu janë disa figura shqiptare. Suleman Vokshi, Haxhi Zeka, Ali Ibra, Bayram Curi, Hasan Prishtina, Isa Boletini, Azem Beta, Shaban Polluja, Dem Ali Pozhari, Ujmer ky tjetrit, që kanë bashkëpunuar me figurat e Sanxhakut, me Ali Pash Gusin, me Jakub Ferrin, me Jusuf Mehonin, me Imer Zimer Malishin, me Gjem Bayraktarin, me këtë Haqif Blytën, kë ka qenë i Gjakovës, po ka jetu në Pazar të Ri. Edhe me figura tjera, Hajdin Draga, Ferhat Draga, këta vllazit Draga kanë qenë, Gjemal Konishi. Këta kanë bashkëpunu me këta, ose të dy palet, edhe para luftës, edhe gjatë luftrave balkanike, kanë rezistu bashkë, po sidomos gjatë luftës dytë botnore. Në vitin 1941, ka qenë 3 brigada të këtyre qetnikëve. Një ka qenë e Kosta Peçanac, një qetnik nga Peja. Peçanac është nga Peja. Njeri ka qenë Pavli Gjurishqiqi Malazes, me brigadën e vetë qetnikëve. Dhe kanë jenë afru edhe qetnikët e Draža Mihajlovicit, 3 herë në janarin e vitit 1941, e kanë rrëthua Pazarin e Ri me genocidizue. 3 herët janë ndihmuar nga shqiptarët e Kosovës, sidomos herën e tretë, kur Haqif Blyta që u konë prefekti i Pazarit të Ri, qonë një djalë me thirë e qonë ndërnis të Shaban Polluja. Ai Shaban Polluja ka organizue edhe të tjerë, të krahinave tjera, dhe janë bërë dikun tja 3.000 vetë të cilët e kanë shpetue Pazarin e Ri nga gjenocidi. Kur kanë shkua këta, Pazari i Ri ka qenë i rrëthum. Ata për mrenda, o ka një polici e kohës fashizmit, polici shqiptare edhe bosnjake, mrenda, e këta të Kosovës vinë nga jashtë. Ata kanë rrëthue Pazarin e Ri, këta të Kosovës e rrëthojnë një rrëth tjetër, e rrëthojnë forcat qetnike. Edhe atër janë marrë vesh, ata mrenda në qytet, me rezistu pi mrenda, e këta pi jashtë, e kanë shtinë sendviq, forcat qetnike, sendviq nga mbrenda, policia edhe populli i thjesht, me armë të mbrojt, e nga jashtë këta, edhe serbët aty janë ndihesh të humbur, edhe ka niktë, po janë vrarë shumë. Në atë betejë janë vrarë 104 forca shqiptarë të Kosovës, po serbë janë vrarë ma shumë, edhe ka niktë. Aty është marrë vendimi Haqif Blyta ka kërkuar që këta forcat e Kosovës, me gjithë ato të Pazarit të Ri, të ndjekin serbët se ata ka nikë drejt Rashkës. Drejt Rashkës e i ka ndjekë, po kur e në afru të Rashka, është hera parë që shqiptarët kanë bërë luftë sulmuse, atër kanë dalë Gjermanë të ju kanë thonë, jo, stop, këthenu. Po bashkëpunimi luftarak i përbashkët, jo veç në atë kohë të luftës parë botërore 1941, po ka ndodhur në kohën e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Kongresi i Berlinit, Plavën dhe Gucin, që atër kanë polë kresë Shqip. Plava Gucia kanë qenë të fisit Kuq. Po një pjesë e shqiptarëve që si janë bo, kërë ka hitë Turqia, që si janë bo musliman që kanë qenë katolik, ata janë ndryshu, edhe ata të fisit Kuq. Janë ndryshu njëherë, janë bo ortodoks, pi priftave sërbë në përkisha. Tani kërë në bo ortodoks, dikur janë këthujnë e fis Malazes, që i kanë thonë vetit fis i Kuqit, edhe sot është. Ka fis Kuq Malazes, që është shqiptar prap, edhe ka fis Kuq shqiptar. Pa ata dhe Kuqeviq ndo njerë. Edhe nga ana e tyne, atër ka desh Kralj Nikola me marë Plavën e Gucin, që shka thënë Kongresi i Berlinit. Edhe organizon fisin Kuq, 3 matë maj, me origjinë shqiptare, me luftue
kundër plavës e Gucis të Fisit Kuq. Edhe atëherë kanë shkuar forcat e lidhjes shqiptare të Prizrenit, komanduar prej Suleman Vokshit. Edhe Ali Ibra këta e kanë luftuar me malazest në muajin dhjetor të vitit 1879, një vit mas lidhjes shqiptare të Prizrenit. Sa ajo ka qenë 1878, kjo është 1879. Unë kam lexuar për betejën, 2 beteja e në atje, beteja e muajit dhjetor 79-s, edhe beteja e dytë u bë e muajit janar 1880-s. Atje ka qenë një rrafshirë, edhe janë rendit forcat serbe, të Kuqit, këta të shqiptarëve, po janë bë me kralin, me Kral Nikollën, janë bë ushtar ti, me marrë plavën e Gucin. Është rendit ushtria që shto, e malazesve, e shqiptarëve malazes, mi thonë, edhe ushtria e lidhjes shqiptarët Prizrenit, me vendas plavës e të Gucis dhe me shqiptarë të ardhur nga Kosova. 2 palët janë rendit, kanë pas pushk të gjata, po kanë pas edhe do se jatagan, kanë thonë, nuk o konë asë si shpatë e drejtë, po konë si e këthyme. I kanë pas në Brez, bile mi këshërë fotografit, ju shihet ajo, jatagani. Para se me filluat ajo lufta midis 2 anëve, traditi shkon me qitë një trim ata, një trim këta. Edhe me luftua njëherë mu gjujt me pushk, se cili ka 3 herë. Kuj ka ra shorti me qitë i pari, a shqiptarit a malazezit shqiptarë, është në varë pej rastit, po me 3 pluma njona 3 tjetri. Tani njëni ka hup, njëni u vra, njëni ka met, të 2 s'ka mujt mu vra. Tani masa saj, tradit prap, me dal me luft, një trimi atyne, një trimi këtyne. Me dal me luftue trup me qasi hanxara. Aty ka qenë, ai që i ka fitu, ka qenë shqiptar i Rugovës, se fiset e Rugovës, aty është dhe kufini. Ka fitu aj, personi, ta shemnin, sumë për thamë, po mëse kanë jenë bo luftet me push kanë gjujt, 2 ushtrit, po tu afrua, tu ashtu, dikur kanë luftu trup me ato jataganët, që i kanë pasën shok shështu, e su konë thike gjatë shumë, sa shpata, a konë e këthyme si drapën paka, që me thonë, atë luftën e dhjetorit e kanë fitu shqiptarët. Edhe kanë ikë ata shqiptarët e Fisit Kuq që e në bo malazes. Ata e në konë numër matë matë dhe matë armatosën se Malizi i shtetë i ka armatosën. Edhe kanë pas ma shumë oficerë. Po këta kanë fitu shqiptarët, po aty në atë luftë është vrak a i kryesori i shqiptarëve Jakub Ferri, që i knot Konga. A ju vra aty. E në anën tjetër, ka qenë kryesor prap shqiptari i Fisit Kuq, Mark Milani. Mark Milani një me pa me fotografi, me tesha komtare, ka dit me folë Shqipë si na. Edhe dikura i ka shkru do libra Mark Milani për shqiptarët, pozitivisht. Po në atë ko ka luftue. Lufta e dytë, ata kanë hupë mëse prap Malizi su pajtue, edhe ka këtë luftën betejën e dytë e kanë bo. Prap janë rëndit që shtash ushtrit, janë përbal trimat, edhe tash në Jakub Ferri mos u konë, vendin e Jakub Ferri të ka zonë kë Alipash Gusia. Edhe betejën e dytë e kanë fitua shqiptarët, për pak janë konë të ovra Mark Milanin, atje është një lumë, quhet lumi Lim. A i verës fort s'ka, po kur është në janare kështu kush bora këto, a i bot lumë i rëzikshëm paka shumë. Edhe kë Mark Milani me kali ka hi me kalu lumin edhe ka ra. Edhe tjetëri shqiptari u konë të evra, po kjo ka për bisht kalit. Mark Milani e ka mujt me dalë ka. Edhe këte kanë fitue, atëherë u bo problem, i kanë quë fjallë atje Kongresit Berlinit, që shqiptarët s'pe dërzon lidhja shqiptare i ka bo këtë luftë. Sa është puna 1879-80. Atër kanë thonë do t'ja japim atë grudhen, hotin dhe grudhen.
Edhe atje është bërë rezistencë e madhe, atër kanë thonë për ja japim Malitzi Ulqinin, 1881. Edhe Ulqinin se kanë dërzuar shqiptarët, dhe për me dërzuar Ulqinin, pa tjetër, për me çuar në vend vendimin e Kongresit Berlinit, atër ka dalë flota e Evropës në det të Ulqini aty, me topa kanë kërcënuar Ulqinin edhe i është dhënë Ulqini. Kjo luftë e përbashkët, këtë qëllimin e kom i kallëzu se Sanxhakasit edhe shqiptarët gjithmonë luftat bashkë kanë pas. Kër u bë kjo lufta kaçake në Kosovë, që i ka pri Azembeta, atje u konë Mehoni. Edhe në Kosovë ka mbi emën Mehoni. Atje kanë qujtë Mehoniq, po aju Mehoni u konë. Ky Mehoni me Azembetën kanë komunikue e kanë luftue bashkë kundër qetave qetnike. Mehonit ja kanë grabit motrën. Ja kanë marrë motrën, e kanë dhunue, kanë qurë serbët me një farfshatit 3 javë, edhe ky betohet me luftu kundër tyne. Edhe shkon Kosovë, lidhet me Azembetën, thot, po lidh me bashkë, që në paqa unë në zorë, fshihem të ti, në paqa ti zorë, vishte une, kanë bo një. Janë konë shumë, edhe këta kanë marrë pjesë të Sanxhakasit, është interesant, këta janë bo krah, edhe këta kanë qenë me Azembetën, me Fanolin, dhe kanë luftu edhe kundër forcave, kër u kthy Zogu, pi Beogradit me forca sërba, që ka janë konë, disa thënë edhe ruse, aty u bo një rezistencë, edhe këta kanë luftu edhe të Sanxhakut kundër Zogut, kundër ardhes e Zogut në fuqinë. Do me thonë, s'ka hap historik që nuk kanë luftu bashkë, edhe ata janë pjesë e Kosovës, sepse i kanë takuar bilejetit Kosovës, sepse janë shqiptarë, po që e ka dash fati historik, më konë një herë me Bosnën të lidhun, e ka mësu edhe bosnjakishtën, edhe gjatë luftës dytë botërore ka pas thamë bashkëpunim, e kanë shpetu pazarin e ri, dhe jo vetëm pazarin e ri, aty është bo një krim i madh për shqiptarët dhe për ta shpithona musliman, pa ta disa dhe kanë hupë, se kanë ditë prej ardhin, por një pjesë e madhe e ka ditë, në Bihor. Dhe më thënë, këto forcat qetnike serbe, malazeze, Pavle Gjurishqit edhe këti tjetrit, kanë vra 4.000 njerëz, gra, fëmi, pleq, në Bihor të Sanxhakut. Krimi madh, gjenocidi madh, si në Srebrenicë, ma keq, Srebrenicë kanë vra veç burra, aty kanë vra pleq, plaka, fëmi. Edhe ajo pjesë u konë pjesë kuadrë Shqipërisë atyre, Bihori e këto, edhe Rëzhaja. Janë konë kuadrë Shqipërisë pak që u zgjeru, që kjo Italia që ja bashkojnë një pjesë për 4 vjetë. Edhe tani u konë u bo një farë komisioni ndërkombëtar, tash ata njerëz që vëmra po kalbën, e tonëve ja kanë jekë sytë. Ja kanë jekë sytë edhe i kanë mush 2 arka me sy të njerëzve vramë. Do më thonë, 2 sy është një njeri, janë numru 4.000, 8.000 sy janë konë, që do të thotë ka 2 sy, 4.000 veta. Tash po kalojmë të një temë tjetër. Vitin 90, 91, 92, tu e ditu në paka shumë këtë histori të Sanxhakut, edhe tu e pas një shok në ngusht, që është quajt Selman Lajqi, a i ka qenë magjistër i shkencave bujqësore, ka punu në Prishtinë, atje e më njoftë, Selman Lajqi, ma vonë ka qenë ushtari u QK dhe vra. E me tonë, atëre kemi bo një projekt, një shoqat kosovare Sanxhakase, kemi bo 2 kryesi, një atë Kosovës, një atë Sanxhakut, e i kemi bashku si kur ajo peshorja që i ka kështu. Një kryesi e Kosovës, një atë Sanxhakut, edhe kemi pas fillu kë viti 90, 91, 92, pa dalë në shtyp, se me dalë në shtyp i shkurtu e jeta e shoqatës me gjatë tonë. Edhe jemi bashku 2 kryesit, të na kryetari shoqatës o konë profesor Aliza Triqi, që nga ka dhanë landën e kirurgjisë Mo Selamis, sa a i ka jetu në Sanxhak, prandaj është zgjedh ai kryetar, Hasan Mekuli i fshatit Nokshi, që atje të plavat e Kucia, kemi marrë një hoq Idris Kosovën, veprimtar i madh, ka qenë drejtori i medresës Qazimi, kom qenë unë sekretar, unë i rysha sekretet, unë i kom organizu me gjithë Selmonin. Ata ishin të vjetër, na ju kemi gjetë kera, na i kemi motivu, na i kemi marrë,
kemi shkuar në Sanxhak, na ka prit Sulemon Oglanini, Rasim Laiqi. Ky këna quaj Selman Laiqi, a tjetëri Laiqa, ne, po Laiq. Edhe tani kemi shkuar, kemi arrit atë kohë, brenda atyre viteve, binjakzimin natë kemi pas qëllim i binjakzu këtë qytetet e Sanxhakut me ka një qytet të Kosovës. Na kemi arrit me binjakzuen Prishtinë në medresën në Laudin, pazarin e ri, ose Novi Pazarin, ose Jeni Pazarin, që kanë thënë turqit, me Prishtinë. Kemi arrit të pejen me binjakzue me Tutinin. Dhe kemi arrit me binjakzue Suarekën me Rozhajen. Të Suareka me një fshat, me një xhami, edhe sa kemi fillu të bimin, tre kerat policisë erdhen në rrethuan, prandaj na e shpejtuam. Aty më konë rrezik mu burgos. Po e shpejtuam atë procedurën, edhe ndërprejmë para kohë të bimin. Masë unë kam mikë në 92-ën për shkak të ndekjes, si kam mikë une, tjerës nuk i kanë gra, kam pritu pak. Edhe kam met deri dhe këto binjakzime, 3 binjakzime, dhe kemi bo një orë letrare në Prishtinë, në Institutin Albanologjik, kanë qenë 10 poetë Sanxhakut, i kemi thirrë, mysafir, edhe kënaj poetë të Kosovës e shkrimtarët në Institutin Albanologjik. Ajo ka qenë një hera parë për luftës 2 botnore, që ka ndodhë mu afrue poetë të Sanxhakut me Kosovës. Kanë kajtë ata kur kanë ardhë. Aty doli një vajzë dhe një djalë të Sanxhakut, veshën bukur, ishin konë student Prishtinë. E përshëndetën të ubimin e thamë, ne jemi shqiptarët e gjuhës tjetër, gjuhës bosnjake, dhe më thonë. Mi smo albanci druguk, jezika. E ata atë natës kemi pas pare mi që në hotel. Edhe ashtu, po edhe qëllimi u konë me shkua, të shkrimtarët e Kosovës kanë bujt ata, atë natë mi u kalzu vllazëri, mi u thonë byrëm shpi. Në shpi si thuhet, bashkë gjithë kujtë byrëm. Ka qenë ajo një entuziazëm i madhë, 50 vjetë nuk e kanë bo babalarët tjerë. Me kushtetur 74 kemi mujtë na shumë se në mi batje, legalisht. Po, intelektualët e Kosovës në konë qashtu, muhabeti ty në konë, si më kujtohet mu, Lamela Kerit, Sveqica, Tjekullat, Qerpisht, Shpijat, me marë kredit në për banka, edhe i zonë gjarët e 81-ës, i zonë pa përgatitur njësh, do dolin edhe kunder. Unë me kojem konë qëtë frimë, nuk e di pse. Edhe, kështu ka qenë ajo puna e shoqatës Kosovare Sanxhakës. Unë e kom hecën kam me Selman Laiqin, fushën e Peshterit, na ishim Tutin edhe shije fusha e Peshterit. Ajo duke si kur më konja 5-6 kilometra, pa ajo shkon 20 kilometra. Neve në pritë të dikush në fshatin Ugëll. Fshati Ugëll është fshati Suleman Uglaninit, Ugëll pra në qurë. Edhe neve në hongra me sy në do kësi ashtu. 3 orë në odesh me hes, 2 orë halat, dritë u konë 2 orë, terë u konë, po konë një hona ka bo shumë dritë. Kemi hes, entuziast, krajzi të në anglisht, njerës të qmendur kemi qenë, se njeri normal së qotë, si mas disave, me shku me hes natën një doktor i shkencave, me një magjistër shkencave tjerë, me hes natën për ideale. Unë për veti nuk e di pse, hala pa e ra brisk ftyrës, me qëto mentim kone, me qëto nashtë do t'jesi deri në fund inshallah. E kom dash kombin tim, e kom dash vendin tim, e kom dash poplin tim, e dua opojën, se opoja është diçka të mërënda meje. Kretë Kosovën, po, jem konë për bashkim kombëtare për tjera, që si politika ku mbo une. Me kokëvërsi, po me shokë, me mishë. Pakica progresive janë dojnë fatin popullit. Nuk janë kretë njerëzit patriotë. Edhe, shka të thëmë, këtu është libri, kemi shkuë, kemi hecë kam atë fushën e Peshterit 20 km, kemi shkuë, të një mik i Selman Laiqit, se Selman Laiqit kish linë në atë fshatë, po mas na kishin kalu prapë në Kosovë, pa i kishtë të vetë atje, njërës të vetë kushërije këta, atë natë kemi bujt aty, gjithë natën kemi bo muhabet, plaku i shpijës ta, thoni Ibrahim Rugovës në që të sjellë
arsimtar. Edhe hajdeni ju pi pajtoni gjaqët, hajdi neve na pajtoni se edhe na jemi ka njësoj vritmi si ju. A i plak e thoj ke këtu folin bosnjakisht, për 9 gishta, për 2 durve janë shqiptar. 1 gisht mundin më konë bosnjak. Që e arsimtar, i thamë nuk është e mundu një herë më këtë halakam, që shukon 92-ta, 91-ta. Po ajo dëshira e plakut, kemi pas shumë shka, ka pas njerë që nga kanë thonë edhe tjerë, ka i kemi bo, se 2 takimi kemi pas me atë partinë e SDA-s, aji që ishte Suleman Uglanini, Rasim Laiqi, Ali Mamutović ishte shumë i mirë, Ali Mamuti, si me thonë. Po Mamutović, burri ma i keq aty që u konë, e ma vonë që do të mirë dhe veshë, sa burri mirë është Rasim Laiqi. Rasim Laiqi u bo minister, Rasim Laiqi u bo ma sërbë se sërbë, një loj, qka me thonë, një loj njeri u, si traktar, si me thonë, Rasim Laiqi. Edhe kanë pas fërkimet mëdha me këtë Suleman Uglanin. Kemi pa shumë gjana, është e pa mundë me thonë, në detale është shkru në këtë liber. Suleman Laiqi, unë i ka 92-ën, aj mbet në pej, kur u bon 98-a, i bashkua ushtrisë qeverimtare të Kosovës, ajo ka në brigadën 136 të Rrugovës pejës, të aty në fshatrave, 13 fshatra e në ne. U konë si komandant për moral, vlajti u konë komandant, vlajti u plagos shumë rëndë, po ka pështue. Edhe në një betej që e kanë pas, me forcat serbe atje në ato grykat e Rrugovës pejës, u vra një djalë i ri, Besnik Laiqi, kushëri i Selmanit. Ajo konë djalë i ri, a 20 a ma pak nuk dihet, po kjo konë moshatari jemi, edhe kjo konë si komandant, kjo e ka një shumë keq vetën, a e ka motivu ndoshta me shku në luft ato, edhe vritet a i Besniki tash, nuk kanë mujt me marë trupin e ti. Edhe kjo të një vetën pajtorë, se si duket i ka thonë hajde me luftu, e ka motivu e, kjo e unisë Selmani të shkua Barkazi, e mi janë gjitë ati, edhe ja kanë gjitë, i kanë greja 2 metre, po ata servet i kanë nejtë. Ka një kuj i ka marrë 20-30 pluma, edhe ma keqja mu më lajmëruën, së më ka zonë gjumbi, këmë thonë, Selmani për lufton, unë e ika, e kom një vetën shumë tullit, shumë keq, me thonë. Edhe që aty të një mëse e kom bo librin për shërqatër, se na kemi bo bashkë shërqatër me ato. To është edhe jeta Selmanit edhe puna shërqatës. Po edhe ato risita atje. Edhe tani Selmanin sune kanë marrë 2 javë. Për forcave serbe, se kush ka desh me shku, ata tu gjujt. Edhe ato 2 javë, s'ku mujt me vjetë. A besoni 2 javë ditë, pa gjumë më konë, s'ku mujt me pasë, më konë me ta, kum hec me ta, kum fol me ta, kum kesh me ta, kum knu me ta. Atë natë që shkuëm për fush peshterit, kemi knu, kongë patriotike, veç në atë 2. Po kishte njerëz me dele, na bëshën merë mrama, pe Prishtine keni ardha, do pleshtë e dishin gjuhën. Pra për mbjem në të dini që shi ka ndruhe, gashish, gur Gashevic kemi pa, Shalic, Shala, gjithë mbjem në që shi ka ndryshe, Hadrovic, Hadri, mbjem në tonë, këtu janë plot shemuj, edhe në këtë liber është këj muhabet. Këtu janë disa libra, nështë 20 mos janë, kush është interesuar për jush, me marrë një kopje, unë nuk shes libra, janë falas, kush është interesuar në ta merë. Tema e dytë, për cilën unë sot ju kam pëtua këtu, se di sa është ora pas. Tema e dytë është ky libri këtu. Ska dhe s'mund të ketë kom Kosovar. Ju e dini, prese është i ri Kosova në vitin 99, veç në vitin 2000, kanë filluar disa njerëz, njeri që mas shumë t'i ka bo të këqia në këtë drejtim, është Nejmedin Spahiu i Mitrovicës, Halil Matoshin, një Migjen Kelmendi, edhe një tjetër s'po më kujtohet emri. Këta 4 u gëzuam që ushiru Kosova,
Edhe këta në qitën një problem tjetër. Tash po dojmë u bo, masi u zhëru Kosova, me Serbi s'kemi punë, për nisim një luft tjetër, me ndryshu komin shqiptar, me këthyje kom kosovar. Kosovë, kretë historia kombit shqiptar ka qenë. Nas kemi bo lidhje shqiptare të Kosovës, po kemi bo lidhje shqiptare të prezenit, lidhje shqiptare, jo kosovare. Kretë historia Kosovës është nemën të kombit shqiptar, për kombit shqiptar. Bërja e shtetit Kosovës, hala ma shumë më konë shqiptar. A i gënjen Spahiu edhe thot për në thënë të hujit, duhet të bëjmë kombin Kosovar, nuk është e vërtit. Të hujit, me në pason bënë e kombin Kosovar, 100 herë në këshin të reqë vërejtën dhe të tash. 100 herë. Të hujit neve nuk në kanë të rekë vërejtën për kombin Kosovar, në kanë të rekë vërejtën për mos zbatimin e ligjit, për mos përndjekjen e krimit, për mos përndjekjen e gjanave të këqia, për drejtat e njeriut, nuk ka pas këtu. Kjo është shpike e këtia, shpirti keq. Serbët e kanë provu me nda kombin shqiptar ma herët, shqiptari albanci. Tash e kanë shqiptari kosovari. Unë nuk ishti duart në zjarë me thonë që këta po punojnë për Serbinë se se di. Po asë nuk thonë që së punojnë. Ata e din, une nuk, pa fakte nuk funi. Po që është diçka shumë e keqe kjo, ato jemi sigurt. Sepse kjo e qanë kretë kombin shqiptar. Me bo mu kriju një grush njerës kom kosovar në Kosovë, shqiptarët të Kosovës nuk bojnë kretë kom kosovar. Atër kryon 2 kombe mreta Kosovës. Kosovar edhe kom shqiptar, parti kosovare, parti shqiptare, edhe partit për dominancë hohen, 2 për lahën, i 3 i fiton, i 3 është Serbia. Është një diçka shumë e keqe. E njëta gjë më ndodhë shqiptarët në Macedoni. Ata që janë ka kufini me Shqipërinë, Struga, Kërqova, edhe Dibra, po edhe Manastiri ka shumë shqiptarë, se çdo ditë po dalin tash. Ata jesin shqiptarë. E kjo pjesa tjetër, Kumanov, Shkup, Gostivar, Tetov, se çka bën shqiptarët në Kosovë, bën shqiptarët në Macedoni. Na demonstrata, ata demonstrata. Na bëm luftë, ata bën luftë. Prandaj edhe këtë drejtim, mund mu da shqiptarët, këne që janë ka Kosova, Kosovare, ata ashtu, prapë edhe aty parti shqiptare, parti Kosovare, hahen për dominancë, për me marrë pushtet, edhe kur 2 për lahen, i 3 i fiton Macedoni, me qëllimet më të zeza që i ka, që sidomos kohët e fundit. Është çdo muaj ka merr ka një drejtë. Ka marrë puna prapë të lufta, si të vitin 2001. Ka marrë puna. E njëta gjë mund ndodh me shqiptarët Malzi, mu da shqiptar Kosovar, Ulqini e Tuzi janë pak ma ka Shqipnia, Plava Gusia e Hoti e do Krajina këne janë ma fort ka Kosova, dhe e fundit mu da dhe shqiptarët në Përshevë Bujanos. Dhe qka ma keq, Serbia mund gjej njerë si në Xhmedin Spahiu, që dalin në shkrujnë atje në krajinën e Lumës, krajinën e Hasit, Tropojës, se ata e kanë të folmin ma shumë si na, edhe traditat, edhe me mbjellë dhe atje gjëja se janë Kosovar. Kom Kosovar, të një hajdet nga të bashkome me Kosovën, kjo e qënë Kosovën edhe Shqipërinë në përplasje. Dhe më thoni, keqja që ka shpik në Xhmedin Spahiu me qëta tjertë, është një e keqe, nuk ka send ma të keqë, nuk ka lutje ma ogurzez se kjo. Lutja, a ka ma anti-shqiptarizëm se a i shqiptar që del me da komin e vetë. Si mundën mu da, si mundën me dal njerëzit, komi i ndam 6 pjesë, territorialisht. Në Kosovë, në Shqipëri, në Greqi, në Macedoni, është ndam, në Malzi, edhe në Serbi, bëjnë 6. Edhe këti komi që ndam 6 pjesë, si territor, mu qumë javu edhe njerë briskin, ta dajmë 2 pjesë, kom Kosovarë, kom Shqiptarë, pas një nevoj, pas një arsye. Shmendëri, për mu. Si mundet, kombi maj rrezikumi i Evropës, Shqiptarët, në veri kërcënohen nga Serbia, që s'pat 2-3 javë që na ka pru ushtrin të dera atje të kufini. Kërcënohen veri nga Serbia. Në jug kërcënohen nga Greqia, ata dhenë mi marrë do viset jugore të Shqipërisë, ne më të një vori e piri. Këndë në lindje është Bulgaria. Me bo mu përzi e Balkani, mu bo luftë e madhe në Balkan, Bulgaria he merë Macedonin edhe me pjesën shqiptare. Edhe pushkën e ka drejt shqiptarëve.
Ku ka që të rrezikuar kom në Evropë? Nuk është asnjë kom tjetër ka që i rrezikuar. Mu quhe, shqiptarët, këtë kom ka që të rrezikuar, që ka nevojë për afrime bashkim, edhe me dalë shqiptarët me thonë, pedojmë në dy pjesë, kosovar edhe shqiptar. Unë nuk di çka mundet me bo njeriu ma shumë, ma keq se kaq. Falis për emocionet se po shpërthej ka herë. Bilem kanë porosit kur të folish, mos fol fort me, po tash kada ka dalë pënzeja gjaku. Qote thot në Xhmetin Spaju, të hujit për në thënë, të kemi kom kosovar. Ku kena ta të hujit, pëse s'na thanë? Kush e kanë digjuar këtë? Kërkush? Jom pyet, jam interesua, thot në për ambasada, ata, ajo është çështja juja, thot. Ky na rën neve për me na bind, kurse të hujit na kanë dhënë vrejtë e neve, jo të spjegojmë komin kosovar, po si tash pak më parë, që nuk e zbatojmë ligjin, që nuk e njehmi korrupsionin edhe krimin organizuar, edhe drejtat e njerëzit si zbatojmë. Për këtë na kanë dhënë vrejtje të hujit, jo për kom kosovar. Mos e ndigjoni mashtruesin. Çote na thot, nuk mundet me hi Kosova në OKB, mu bo vend e OKB-s, duhet patjetër me bo kom kosovar për mu hi në OKB. Gënjeshtër. Kom hi e kom këshyr rregullat e lojës se si pranohet një shtet në Kombet e Bashkuara. Një shtet pranohet në Kombet e Bashkuara, qofse e ka popullin, një popull, bile nuk thuhet komi, se ka raste që ka dhe vende që nuk ka një kom të madh, këtë kombet vogla, si Pakisa. Thotë që e ka popullin e vetë, e Kosova jo ne ka popullin e vetë shqiptar, komin shqiptar. Thotë një shtet që e ka teritorin, e Kosova jo ne ka teritorin e vetë, kufit e 74-s. Një shtet thotë që është në gjendje e aftë me bo marrëdhënie ndërkombëtare, Kosova ka bo deri tash që 26 vjet marrëdhënie ndërkombëtare, dhe kërkund nuk thuhet që një shtet kur pranohet në OKB duhet me pas një kom të caktuar. Po atë kom që e ka. Por këto ju garantoj, këtu në liber i kini edhe literaturën ku e kom marrë, këto janë të shkrume. Ajo gënjen me mashtru popullin. E tjera. Unë ju kam kundër përgjigjë, që kam shpartaluar të gjitha gënjeshtrat, të gjitha rrenat, të gjitha manipulimet, të gjitha spekulimet, gjysmë të vërtetat, pa vërtetat, i kam shpartaluar një nga një nëpërmjet të argumenteve historike, politike, etnike, etnopsikologjike, demografike e tjera, me të gjitha mënyrat. Mi ofenduar, nuk i kom ofenduar, se atër del. Unë s'kam kur zhop, ata letë jetojnë ka 100 vjetë. Po, kombin s'mundet me na da ata neve. Kërkush nuk mundet, veç qofse neve na merë kokael, fund librit e kam shkruar. Unë e kreva punën time, si shqiptar dhe intelektual. Në qofse shqiptarve merë kokael, e ndahen, tu qenë komb ma i ndam territorialisht, dhe ma i rrezikum me lëkur, edhe dojnë mu da, ju ka marrë kokael, ka të kumë thonë s'kom që ka e bëj. Kush vret vetën, shkon gjak humbur, në kanun është të shkrume. Këto janë, kjo është libër pak voluminos, po është tjerët s'pak të shka thënë, më kanë qurë 20 letra për libër që është i lexueshëm, që ka argumentet të kuptueshme, se ka njerëz që i përmendin argumentet, po çfarë si sot i përmendin që s'mirë desh. Unë flas thjesht dhe shkruaj thjesht. Është e kap edhe një njerëz në 8 vjeçare, më ja lexuat dikush, e kupton çka më thon unë. Është edhe për intelektual, edhe për mesatar, edhe për njerëz, edhe analfabetit më ja lexuat kupton. Se kam stilin e shkrimit të thjesht, të kuptueshëm. Unë sa herë shkruaj, gjithmonë e korrigjoj fjalin, thom, a kupton ai tjetri, jo unë. Se kur shkruaj vetë, fjalia jote do këtë këtë në rregull. Po dush me moment, a kupton ai tjetri. Unë e kam bërë me këtë libër, po inshallah dhe ka shkruar edhe kjo Luleta Pula shumë, dhe kanë shkruar janë 20 vetë, mi kanë quar disa veshtrime shumë pozitive, edhe ato janë botuar në për gazeta. Një njeri ka që banë, po unë do të vazhdoj, këtë pjesë tjetër që më ka me tjetës, kam fyt për fyt me shku me qëta 4. Edhe me këtë tjetë, kush do që të dilë? Jam i motivuar, kam fuqi, mendore, trupore, fyt për fyt, dhëm për dhëm, e sy për sy. O do të ambrem këtë kom, o do të shuhemi. Ne
kemi i këtë madhe, ne kemi armiqë të mëdhej, ne duhet bashkim të kemi, duhet kemi edhe tolerancë me njëri tjetrin, nuk mund më bëu une për një fjalë të gojës mu prish me doktor Begjetin ose Selamin ose cilin do të ka pak ta falim njëri tjetrin, po bëjmë ne gabim në send, nuk do të më bëj hasëm. Që tash e takova një burrë mirë në Shqipëri, sa ku të shkojmë prezenta. Ata kryesorët të luftës që kanë qenë, 4 ta sfolshin me njëri tjetrin. A unë e di që veç për egoizmit, s'ka pas në një send aty. As s'ka nda tokë babës, as tokë gjyshit, për egoizmit, për mendemasis. Jemi shumë, falë që për thonë, po jemi edhe vetin s'pe preshtoj, egoist, ziliqar, edhe kjo neve na shkatron si Serbia. Qofë se ti e ziliqar, egoist, ti je në luft me vllaznet e tu. S'ki e më fuqi, energji me luftu Serbi. As Greqin, as Bullgarin. Ju falemderit shumë. Kush jeni të interesuar, merrni libra që to çka janë këtu.